Një nga kostot e të qenurit fytyrë publike janë pa diskutim komentet online. Dikush me emër, dikush pa emër, shpreh përshtypjet nga më të ndryshmet herë dhe komplet pa limite. Rubrika më e re e Privej Libertas Spahiu, koment për koment, sjell personazhet publik pikërisht përballë komenteve me një përgjigje për secilin prej tyre. Personazhi i parë që na zbulon raportin me rrjetet sociale dhe i kthen përgjigjet koment për koment, deputeti Beg Berisha. Do më thonë për mu e pata te kalu dikur, por në fillim që ajo vala që ke e fillimit, si duket ka qenë e organizume edhe sistematike, aty o konë njëherë një qudi se shka është të ndodhë me neve dhe si popull e kështu, po dikur njëri ku mësaj ke. E une zakonisht nuk e përcjelli shumë këto komentet, po kom pas administrator që do më thonë se do në Facebook, në Instagram, në këto aplikacionet, ata i kam përcjell ma shumë, po pastaj më raportojshin, më kallëzojshin që do më thonë këto kundërshtimet politike mu kur kom bo mirë në ajsan, komentet i kom pas ma të këqija. Se kështu mës më pas nëj aktivitet që është pozitiv, nuk të komentojnë shumë. O tani u kënë bo, e u dike që është e organizume dhe është me fokus pej nëj Big Brother caktum dikush që i kontrolon ato komente ose që organizojnë kundër njerëzve. Sidomos neve që jem politik, se tash po komentojnë edhe artistat e këta që jenë, do më thonë, këtë jetën publike. Shumë komente, po a e ki fshi në i koment në i aktiv vetë pik, edhe pse the që ki pat e ke pa administrator për në i koment, a e ki fshi vetë? Ja, mu më ka ndodhë, se une edhe ashtu kom qasje, më ka ndodhë me ja këthy në i kuj. Për shamu në i koment që konë qështu, ja këthejsha kështu privat. E t'ja mërthejsha me ka krejt. Jo këtyne që janë falës, po kish njerë për shamu që ishë në mosh, me familje, për qëllë që atë, edhe komentoj ke qash pa lidhje, so dash kemi thonë, atë kom bësh në i sena, kush jete, am gjeti mua, që shtu ka ndodhë në herë. Po kryesisht dikur mo i patalon këto, ka ndodhë që edhe mi taku në nja, se në fillim që aty njerëzit komentojshin, e menojshin që a i po komenton shpet vetë, edhe a i nuk dije, pa e merkedhen, fjalla e keqe. Ka ndodhë edhe mi vizitu dhe. Shtu ta mën mi shku në shpe, mi vetë, që keni. Cili u konë e asë një koment që i shku në shpe edhe i këton pëse, që atë konë bërgjën e ty o vëllatë që konë? Po në fillim e konë këto dilemat se shka dejsa u kuptu që është e organizume. Sidomos pej levizjes vetë vendosje, këta kanë qaso grupeve, do më thonë që solmojnë Facebook, e qëllimi ty në si duket është me mujtë fjallën e lirë, do më thonë ti qytetari, edhe qytetari rëndëm, po edhe politikun mës më mujtë me shprej ato qka duhet me. Adin kjo dhe me këtë më bo qka dojnë ata, po ti mës më gudzu as me se njerëzit njën keq, dhe e marrin personale. E pa ta kuptu qëllimin. E kër e kuptu qëllimin edhe njerëzit edhe qësh organizohet, se aty këta këshin pas edhe aparatur për me i sulmu njerëzit. Dhe më thonë kështu që se u sheke me gabime drejtshkrimore, pastaj u aktivizun. Për shembull mu mas shumë të ishim bë përshtypje, më vike shpesh një mesazh, kë s'kë shklav. Dhe më thonë, kë s'ka shkollë, dhe ishin më thonë. Edhe qaj më vike kështu shpesh pe akonteve falsë, edhe si duke ta kanë bënë aparatur që ta qënë qatë mesazh. Nështë është i hujaj që pënën edhe ka bo për këthimin dyqysh, e të së kësh klau ma bësh, edhe që sa lej. E kja për shkollë fërt, hajtë, po kur ta shoj ke nënën për shembull, kom pas gjallat herë. Njëherë se fshishin këta administratorë, më kallëzëshin që ishin gonë të fshi. Po njëherë natën, vonë, të e këqyrë, kur pesho, edhe u përballa me qatë farë lloj organizimi edhe qëtë fenomen, e kom pa marrë shumë kështu personale, edhe i shkova njonit, edhe e thira, natën të dera. Mu njëherë më dëk, se ishësh ato me familje, thë isha hajtë, se këta nështë ta, adem dike keq. Po qaj
që a i shkon kështu pak si mafiozu doke, kështu i edhe thash që tina. Edhe kisha qef pak, më përballë me ta, se ma kisha nomën. Edhe që ti po valla shtia ku mbo vesh ta pongë. Qëtina. Edhe i thash qëre, ti tash e mas vis like ma bën, se e mësova ku është. E shko ma ka bo, tha, a bën, tha më mëqit, tha pak ma shane, tha se po mnin baba. Thash qësh edhe babën e ki gjallë, 50 vjetë i shkon. Edhe babën gjallë edhe të shahë. Tani mo e kom lonë, ka ndodhë edhe në rast tjetër, po s'jo morë ma me ta. Se do më thonë, ju pas kanë sos paret e njerësa e popullit, ju vranë zoti, pas ka dash më thonë, edhe njerësa e popullit. Ku me ditë në qëfar momenti, po në këti zotris, ju kësha përgjesh këtu si unë se kom kështë përdojë njerësën e popullit kur. Të më thonë, unë i kom jetoj me njerësën të me të familjes të me. Më thonë, po kë sigurisht është i porositur, asë nuk kam njerës. Bravo Bek Berisha, pa loja zybes, pa loja, jam su keq, këta veç zemër je Bek Berisha, mos sharrug, na ka hongër dreqi mirë me veve, na ka hongër dreqi me veve. Ka drejt, po tash kjo është një dikush që më dënë mu, e dënë mju kundërvy që tyre, për zyve në ka fjallën, për këtë deputetin. Kjo është ai shoku që si lanin fjalët në orë në shkollë edhe sot. Flet për gjithë Kosovën, s'ka nevojë Bek Berisha me lexu librat e lexojnë. E kjo është në këtë modelin që në fushatën e fundit e kom pas një kompani edhe kryesisht në paraqitëshin se librat mohin mastina, kjo s'ka nevojë, ose kjo Superman, ose qështu. Në këtë modelin e qaknërisit, diçka. O Bek, apo më kallzon çka duhna me bo për pas me të votu që me më shtin punë edhe mu si plot tjerëve që ju ke bo zgjedhjen. Veç më votu, edhe po ja bëj zgjedhjen. Po duhet më vota pak ma shumë. Unë më pa mund, dhe më pas ta kot krejt, e një kësha shtin punë. I kom pa, sa kem qeveri, i kom pa ratu, do njerëz dhe djem tri. Edhe thëshin këj ka shtin punë, dhe me ke paraqishin si jo keq mi shtin punë. Po i thësha, mirë, tash rinia po ikun, pa punë janë, edhe problemi kryesor është për më hinë punë. Pse tash të ko problem mi shtin punë? E po që ta, që ma ka shkru, që shto këta ka me shtin punë, si të moj dikon mu, ose që ndryshon kjo situatë ka me shtin punë. Bek, sa herë flet duket si me qenë në kuvendin e mahallas, jo të Kosovës. Ky jo deputet, por komedian me orar të plot. Qërë, ky tash duket pak ma dhe me ma thëmë bushë, ma sa të ek. Unë e flasë, për ndryshe, babën e kom pas me fakultet juridik, nanën veterinare me fakultet, jemi një familje intelektuale, edhe unë e di që sot terminologji më folë sa du, ma shumë se tonë këta tjerë, edhe besoj që jam ma i lezushëm se krejt që ata deputet që në që aty kështu pas një dëshim, mirë po në mundohna me folë gjuhën e popullit për më kuptu njerëzit çka po du më thonë. Po di edhe unë, po unë nuk jam aktor, unë jam deputet i përfaqësoj që ata që më kanë votu. E nëse unë ja u kom lyp votën me që gjuhë qytetarëve të Kosovës, unë nuk kom nevoj me në rruguhën tash e mu paraqit si kur i meqëm ose si pidi do terminologji si kur Albin Kurti si folë. E për komedian nuk jam, se besoj që jam shumë i vërtet, mirë po edhe politika edhe situatat ma trona kërë ka nevoj për ka pak humora, dhe me zbut situatat. Për komedian, po eftoj me pi një kafe me këto dhe i kësha kallzu krejt cilësit, virtytet, vlerat e mia. Kësi kryetari, si Bek Berisha duhen, ec, respekt Bek Berisha. Na i përkrahje kja. Sidomos në komision kom pas shumë që so kundërshtime, po një kom pas me ata aty, po tani u përfshishin njerëzit. Disa më përkrashin, disave jo dhem kë Gjelel Sfikla.
Ky ka luftu për ardhë për Kosovën. Jo si do pi juve që pehani dorka me serbet në Shilov me Nenad Rashiqin, ky është patriot respekt Bek Berisha. Në paska përkroqik. E ju paska thonë aty dhe ju pehani dorka. Faleminderit Prishtina. Nuk duhet mungut Beka, ka pare e shokët e tina buk nuk kanë. Nuk duhet mungut. Dhe më thonë, unë s'duhet mungut se unë kom pare, shokët e mi nuk kanë pare. Tash është opinioni i tij, ky menon që shokët e mi të luftës nështë s'kanë pare, e unë e kom bo pare. Unë që shkallzova pare, unë pare kam, po të familjes tem. Dhe më thonë, na jetesën tonë e sigurojmë prej Gjermani. Kam 3 vllazë në Gjermani. Dhe më thonë, Bek Berisha kur të nderë në Kosovë s'ka marrë. As kur nuk ju kom lut naj kuj për me kry naj punë ose për naj përfitim në Kosovë. E për që ta jam që kërë që jam, edhe i fitoj zgjedhjet, edhe më njohin ata që më njohin, ata që dojnë më njoft, mujnë më njoft, po në nuk ndërgjegjen e kom të pastër në këtë aspekt, dhe më thonë, as 1 milimetër pik falë me si kohë shakti për kësy randë. A dhe që dënaj me ditë që shjetojnë e sanë, muj let vjen edhe i kalzaj. Një ndër deputetet më aktiv e më me vlera njerëzore nuk kom pa se Bek Berisha as njëherë i shitur, as i blerë për interesa personale, vazhdo kështu që je me pas gjithmonë për kërën ashtu që e ka pas gjithmonë, faleminderit. Do më thonë, këtë do më thonë dikush i ngjafshëm ose dasha mirë. Beka djallë me vizion i drejt, që kjo bash luftetar jam që kjo. Beka djallë me vizion i drejt i ofert me qytetar, e thot mendimin e lirë, sukses e bash luftetar, unë do të jem mbështetja jote në rrugën tënde të drejt me shokë e dashamirët e mi, do të mbështesim që ti të arrish të vazhdosh kauzën tënde të drejt respekt nga unë bash luftetar. Do të thonë, këto e nja, po tash s'po bëj ka për me emnin, po edhe kjo djallë i mirë dhe falenderoj shumë. Ka dal si është e mundur me një rrugë të deputetit me jetu këtë jetë luksi. Ka u bone milioner. Po, unë nuk e dija jam milioner, po unë e mas pari milioner jam pe babe. Do më thonë bab gjysh, në fakt, ta se këtir tokë në kalon. Tokë që shitet kështu më dash më shitë, se na nuk e shesim. Edhe kalzova që jetesën tonë e sigurojmë për i Gjermani. Dhe më thonë, as vllazët e mi nuk e më bazi kur në punë, po këtë punojnë me jashtë. Edhe është mirë, unë kom qef krejt qytetarët i Kosovës me pa të pasur e të punu. Dhe më thonë, Fukarallaku, unë nuk e lavdoj. Fukarallaku ma i ketë se Serbia. Njerëzit du të më punu, du të më pas mundësi, unë imaginoj edhe besoj që du të më ardhiko se të rrit, nuk duhet me pas problemin ekonomik heqbile, se Kosova ka resurse mjaft edhe në përshije që nuk jem shumë banor, edhe jem qëta si jem territor, edhe Kosova është e pasur, po duhet me pas mundësi në gjithë. Do më thonë, edhe besoj që me qëtë qeverisje, kur të hekum, Kosova prej me ka me fillu edhe me jesë për para, me pas progres. Robin Hoodje, veç që nuk ja shpërndon të varfëre, për i manë për veti. Tashti që kjo është falcë. Robin Hood tamam Robin Hood jam, për mu lajmëru që ata që ju ndihmoj jonë. Me paret mija, se unë halasja kom njës më grabit, se i kom thonë një televizion që po unë më dasht ashtu, shkoja grabiti paret edhe japit varfëre, si Robin Hoodi. Po, me u lajmëru që ata që ju kom një muën edhe që i kom pështu, dhe më thonë me proteza, me shpija, me mundësi, me kështu, dhe më thonë nuk e di që kesh pas më thonë kë. Dhe më thonë së njari, apo Robin Hood jam, najherë që nuk jam, dhe më thonë, në detyrë që ma ka dhonë populli, që atëre i kalzojnë në qësha Robin Hood. Hallat Bekti e meriton atë pozitë që shtu duhet me i bon këtyne. Nashta e ka pas në i kundërshtim që e kom pas, po në këtu nuk i bëj si kom personale, as nuk i bëj për me ofendua, me bodikon, po të temen kur të trajtoj. Edhe besoj që në shpirt kam edhe drejtësi
mundet më dok diku që unë po du me poshtrua diçka dikon, mirë, po unë qëndroj veç në ato çka është e drejtë, ato çka është e mirë. Për ndryshe kom respekt edhe për ta që si njohin temat ose që folim pa lidhje. A di që se kanë mendimin e vet, po që reflektojnë një mendim që ja ka thonë dikush që duhet na thonë. Qësoj kom pasur në kundërshtimet aty kryesisht në për komisione, në për vend. Ky e din se deri në zgjedhje është mas zgjedhjeve më papa e ka as progun s'kan me kalu. Shumë kanë thonë qështu që s'ka me fitu zgjedhjet e s'ka me kalu progun, po fatkeqësisht për këtë lloj njeriut, po edhe kem me kalu progun, edhe kem me fitu, edhe Kosova ka më bo qashtu që shë kanë menu ata që i kanë sakrifiku për ta, edhe nuk ka më bo fukarallak, as nuk ka më bo komunizëm mo, as ka më këtë okupatori mo, dhe më thonë i Zoti lash në shkëtina për këto që a me nëngë. O të lumt kështu duhet me bë lyshve klyshve, ka do shpërshku të UDB-s të përqeshmi gjithmonë, të paqeshmi gjithmonë trimi, beka, leoni. Ka do shumë livdudi. Kë e ka thonë kontestin e ku ka ndodhë në gjallë. Ky në politikë është e vetme që nuk din. Ky politika janë shumë larg njëri me tjetrin. Dhe thonë, ky ka dosh më thonë që ky në politikë është vetme që nuk din. Ky e politika, do me thonë e politika jem shumë larg. E qëto janë këto komentet që mënohen me etiketua, me ofendua, me kështu. Po edhe problemet drejt shkrimore, zakonisht janë të qëta njerëz. Do të kesh ditë bile me shkrua, dhe më thonë, ky me politiko shumë larg, shqep më shkru, po zakonisht nuk din më shkru këta. Edhe ka raste kur shkrujnë edhe serb, se ata nuk e din Shqipen, i bojnë ato gabimet që i bëjshin serb. Dhe më thonë se aty në dhejhin nuk ja u qetë, shkrujnë janë dhe. Edhe që ato gabime, ka i hermin menja mos ndikon se këto me rrjetet sociale, me këtë globalizmin, mujnë edhe ata me pas në i qëllim adin me komentu. Beko, nëse reduktoj kafet pak, mos i pika 50, nështë tak fjellni e votoni Albulinën se kështu nuk e kaloni prahun mo. Faleminderit, nuk i reduktoj kafet edhe nuk e votoj Albulinën. Edhe s'ka mo.